Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për atë që tronditi botën, arrestimin e presidentit të Venezuelës Maduro nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me urdhër të Donald Trumpit. Çfarë ndodh tani, si ishte kjo ndërhyrje, sa e ligjshme ishte në një shtet sovran, por edhe vendet e tjera ndoshta që duhet të tremben pas kësaj. Për këtë do të flasim me zotin Agim Nëhiu, ish ministri i Brendshëm në Maqedoninë e Veriut, por doktor i shkencave juridike, njohës mjaft i mirë i marrëdhënieve dhe raporteve ndërkombëtare dhe të sovranitetit, për të cilën ne do ta trajtojmë në këtë çështje. Zoti Nëhiu, përshëndetje, faleminderit shumë, edhe një vit të mbar. Faleminderit për ftesën, uroj dhe ju që të keni një vit të suksesshëm. Faleminderit ju. Zoti Nëhiu, e theu Amerika rendin botror apo e pa thyer më përpara Putinin 2014 dhe 22-shin me ndërhyrjet në Krime më pas në Ukrainë? Apo goditja fatale i erdhi në datë 3 janar? Tani, se i përket të drejtës ndërkombëtare dhe rendit ndërkombëtar juridik, dua të theksoj për atë që na ndjekin ne, që jo rallëherë edhe drejta ndërkombëtare, po edhe rendi juridik ndërkombëtar është vënë në sfidë të vazhdueshme. Tani janë hapur debate të mëdha për strukturën e të drejtës ndërkombëtare, por edhe për këmbët e qelçta të rendit ndërkombëtar juridik. Tani nuk dua të ndalem vetëm tek rasti i fundit me Venezuelën, po kemi edhe debate të cilat janë përfshirë edhe vite më parë. Kemi raste të tjera ku komuniteti juridik është futur në një debat dhe ka ngritur shumë çështje dhe dilema se i përket konsolidimit të drejtësisë ndërkombëtare dhe të rendit botror juridik. Sigurisht që ata të cilët na përcjellin nëpërmjet ekranit të juaj e kanë të qartë se edhe në shkallë botrore ekziston një kuadër institucional, por edhe një kuadër normativ. Në majën e piramidës të sistemit të strukturës institucionale botrore është Organizata e Kombeve të Bashkuara, është Këshilli i Sigurimit. Ne në drejtësi përpos njërit segment që ka të bëjë me strukturën institucionale, gjithmonë si tautologji e përmendim edhe kuadri normativ. Në majë të piramidës normative botrore është Karta e Kombeve të Bashkuara dhe një sër traktatesh dhe paktesh ndërkombëtare të cilat lidhen drejt për drejt, jo vetëm në mënyrë asociative me liritë dhe drejtat e njeriut dhe qytetarit, pakti ndërkombëtar për të drejtat civile dhe politike, pakti ndërkombëtar për të drejtat ekonomike të tjera të tjera. Dua të them që kemi një rend botror ndërkombëtar, kemi një të drejtë ndërkombëtare, megjithatë është sfidë e madhe mos ekzistenca e mekanizmave për zbatim efektiv të këtyre rregullave. Sepse ne kemi të bëjmë me rregulla jus cogens, por këto rregulla jus cogens nuk po shoqërohen me mekanizëm efektiv që ata të gjejnë zbatimin e duhur për të mbrojtur interesin e qytetarit apo rendin botror juridik. Shumë dilema janë ngritur edhe kohë më parë. Ju përmendet rastin me Rusinë, po dilema kishte edhe intervenimi në Libi në vitin 2011, pavarësisht se u sigurua leja nga Këshilli i Sigurimit. Debati u përfshi në çështjen e tejkalimit të mandatit ose jo të dhënë nga Këshilli i Sigurimit. Apo intervenimi që u bë në Irak në vitin 2003, mos gaboj. Nuk ishte leje nga Këshilli i Sigurimit. Po atë që ne si shqiptar po na prek drejt për drejt, rasti i Kosovës, ndërhyrja në vitin 1999. Dhe këto debate janë pikërisht për shkak të mospasjes së mekanizmave efektiv. Atë që unë dua ta ngris edhe me ju në bashkëbisedim. Pyetja është, a kemi një polici botrore që do të kujdeset për rendin dhe sigurinë publike në shkallë botrore? Që do të kujdeset për mbrojtjen e lirive drejtave të njeriut nga një arbitraritet i një pushtetë-mbajtësi i cili pushtetin e merr në mënyrë arbitrare, që uzurpon institucionet e shtetit. Dhe ka abuzime masive, siç ishte rasti në Venezuelë, apo më herët rasti i Kosovës. U shkel me dy këmbë drejta humanitare. Por edhe në rastin kur nuk u shkel si në Srebrenicë, u gabua.
ashtu. Dhe tani, po të kishim një polici botërore që do të intervenonte në pikpamje preventive, po edhe represive. Por Organizata e Kombeve të Bashkuara ka një ushtri e cila do të përfaqësonte vullnetin e konsoliduar e anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit? Përgjigjja është jo. Këshilli i Sigurimit kontrollohet nga vetë anëtarët, dhe këto anëtarë nuk e kanë për prioritet zbatimin e rregullave, po kanë për prioritet interesat e tyre gjeopolitike dhe gjeostrategjike. Në rastin konkret, çfarë duhet të bëjë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur një president i cili në mënyrë arbitrare ka uzurpuar institucionet dhe ka futur duart brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke vënë në pikpyetje të mirat e mbrojtura juridikisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ju e dini, edhe opinioni i mbarë e di se Maduro po përballet me 5 akuza, nëse do t'i sublimojmë për opinion. 3 akuza kanë të bëjnë pikërisht me çështjet e drejtësisë klasike, kurse njëra akuzë ka të bëjë edhe me të drejtat politike. Në vitin 2020, mos gaboj, Departamenti për Drejtësi i Shtetit të Bashkuara të Amerikës ngriti një akuzë penale formale në shkallë federale kundër presidentit të Venezuelës, sepse ai ngarkohej me akuzën për narkoterrorizëm. Dhe kjo akuzë për narkoterrorizëm ka të bëjë me pasojat që përcillen edhe brenda territorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Akuza e dytë është korrupsioni dhe pastrimi i parave, që implikon edhe mënyrë të drejtë për drejtë, edhe mënyrë të tërthor institucionet e sistemit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe tani, komuniteti juridik e ka të qartë se e drejta penale amerikane ka ngritur një postulat sa i përket çështjes së sovranitetit ekstraterritorial të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kur një veprim i kriminalizuar do të prek interesat amerikane, apo ka për synim Shtetet e Bashkuara Amerikane, atëherë ka jurisdikcion Amerika që të marrë veprime për të kthyer stabilitetin brenda rendit publik në kuadër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por ka dhe një këndvështrim tjetër, zotin Uju, që e zhveshin nga ky aspekti ligjor, juridik e tjera, edhe është e thjesht sipas tyre. Këtë goditje e nisën korporatat për shkak të naftës. Edhe Trumpi e tha fare qartë që do jemi ne që do ta kontrollojmë tani tokën dhe nën tokën e Venezuelës. A mendoni që e gjitha mund të jetë bërë për këtë kjo, edhe kjo ka shërbyer si një pretekst çështja e drogës, e më the thash të tjera? Tani unë nuk doa të lëshohem në motive të tjera, por do doa të mbetem besnik asaj që unë po hulumtoj në vazhdimsi, është çështja e implikimeve të rendit juridik botror. Po, me që jemi te kjo atëherë dhe ju duhet të ngulmoni, rezulton që, domethënë, mund t'i bjerë që një nga anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit mund t'i teket, për ta thënë më thjesht, që të shkojë të kap një kryetar shteti ose një kryeminist, mund t'i hap një dosje, qoftë edhe fiktive, edhe një ditë bukur mund ta tërheq. Pra precedenti. Unë nuk jam i thartë për të besuar që prokuroria amerikane ka ngritur akuzë pa bazë. Jo, po flas për precedentin në mënyrë fiktive që mund ta bëjë një shtet tjetër. Do doa sigurisht që por nuk mund të lëhet edhe arbitraritetit vullnetar të anëtarëve të Këshillit të Sigurimit. Ju e dini rastin me Kosovën? A ishin paralajmërimet e Rusisë dhe Kinës për të përdorur të drejtën e vetos? A nuk ishin sy Kina dhe Rusia për të parë shkelje me dy kënd të drejtës humanitare në Kosovë? Për të parë spastrimin etnik që po bëjë në Kosovë? Ata paralajmëruan të drejtën e vetos. Pra, Këshilli i Sigurimit nuk po merr për bazë zbatimin e rregullave jus cogens, që është ndërtuar rendi juridik, por ata marrin për bazë interesat gjeopolitike dhe geostrategjike. Dhe tani, pikërisht për këtë po them që e drejta ndërkombëtare,
është në krizë të thellë në aspektin struktural. Po edhe rendi juridik ndërkombëtar, po ashtu është i sfiduar. Po e përmendi edhe një herë, po e përsëris. Çka ne duhet t'i lëmë duart e lira një diktatori apo një regjimi i cili ngrihet në mënyrë arbitrare brenda sovranitetit të shtetit të vet? Ne nuk kemi detyrime për të drejtat të cilat janë të përcaktuara shkrimisht në paktet ndërkombëtare, kur kanë të bëjnë drejt për drejt me lirinë dhe drejtat e njeriut dhe qytetarit? Do t'i lëmë fatit të tyre në duart të diktatorëve? Çka të bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Të lënë të fuqizohet edhe të ushqehet presidenti i Venezuelës dhe të shtrijë duart thellë më thellë në sovranitetin dhe interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Ne kemi akuzë konkrete, rastin konkret. Pra bisedojmë për një akuzë të ngritur nga Departamenti i Drejtësisë në vitin 2020. Biles janë ofruar edhe mjete financiare për njerëzit dhe për të tjerët të cilat do t'japin informacione në lidhje me veprimtarinë, me motivet dhe me çdo gjë tjetër të cilat kishin të bëjnë me veprimtarinë kriminale që është proklamuar si narkoterrorizëm apo për korrupsion dhe pastrim të parash, të cilat në mënyrë të drejtë për drejtë lidhen edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, jo vetëm në aspektin ndërkombëtar, por edhe brenda Shteteve të Bashkuara, me atë që kam lexuar dje dhe pak sot, ka një debat edhe një pjesë e cilësojnë ndoshta edhe si rënja e Republikës faktin që Trumpi e shmangu Kongresin. Tani ka narrativa dhe kjo sigurisht do të përdoret edhe për efekt politik. Ajo që unë dua të them është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës bëjnë me që pas kësaj që ndodhi në Venezuelë të kenë një plan konkret për të dhënë mesazhe me veprime konkrete për të quar më të tjerë çështjen e konsolidimit të drejtës ndërkombëtare dhe të rendit botëror juridik. Të mos i lënë të fragmentizuar çështjet dhe të mund shtetet tjera apo fuqi tjera të mëdha të keq përdorin atë që sipas meje nuk është keq përdorim në Venezuelë, por është një intervenim për të shpëtuar edhe interesin amerikan, sepse përsërita edhe më parë se drejta penale amerikane i jep mundësi që institucionet e sistemit amerikan të veprojnë kundrejt çdo kujt që ka marrë veprimtari kriminale që synojnë interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra duhet të orientohet për konsolidim të drejtës ndërkombëtare dhe të rendit botëror juridik. Afat shkurtër, shikoni një pranverë latine apo? Tani unë nuk besoj se gjërat do të përshkallëzohen, sepse synimi ishte që se ju dërgua një mesazh edhe Kubës, ju dërgua Kolumbisë, ndoshta edhe për Brazilin vajtë një mesazh. Pra, do i kthehemi tek doktrina Monroe. Tani mesazhet sigurisht do duhet të ndikojnë për aspekt të prevencionit. Unë nuk pres një përshkallëzim të situatave dhe në vendet e tjera. Sigurisht që do të jetë një leksion në drejtim të pasjes së një plani konkret me premisat të drejtësisë, që po them edhe një herë, që të konsolidohet edhe drejta ndërkombëtare, edhe rendi juridik botëror, sepse nuk mundet bota të pret gjithmonë e trishtuar nga një sfidë apo nga këmbët e qelçta që mund çdo kush që thej rendit botëror juridik. Zoti Nuhiu, edhe një pyetje kam të fundit, ndoshta kjo është më e rëndësishme sepse na prek ne shumë në Tiranë, nga opozita ja gëzuar sepse presin që kjo ndoshta Trumpi mund të rrëzoj edhe Ramën, pra të presin një ndërhyrje të tij në Tiranë në atë që nuk kanë pasur mundësi ta bëjnë vetë. Ju si mendoni në tërësi në Ballkan, mundet po ndoshta për ta lidhur edhe me atë projekt ligjin që në mos gaboj u diskutua kaloi në Kongres të 90 ditëve që duhet të raportoj Rubio për masat, veprimet, për sanksione, për autorët e destabilizimit të rajonit, apo masat të tjera, mundet? Unë nuk besoj në një gjë të tillë. Shqipëria, Maqedonia janë aleatë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ka probleme të natyrës së korrupsionit dhe krimit të organizuar, por nuk janë nëpër masa që mund të kemi terrorizëm narkotik, as në Maqedoni, as në Shqipëri. Më shumë është përdorur Maqedonia dhe Shqipëria si vend tranzit
Ka pasur edhe grupe të cilat janë marrë në kultivimin dhe me vënien e qarkullimit të substancave narkotike. Megjithatë janë larg për masave që mund të proklamohen si terrorizëm apo narkoterrorizëm. Prandaj unë mendoj që një gjë e tillë nuk do të ndodhë. Shqipëria ka marrëdhënie të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ekonomia e Shqipërisë nuk bazohet në kultivimin dhe në qarkullimin e substancave narkotike. Institucionet e sistemit shqiptar funksionojnë par excellence dhe me dobësi të vogla etj. Dhe këto janë vetëm çështje që përdoren për motive politike, narrativ politik në brenda. Ndoshta atë që nuk mund, rrugët mund të jenë të ndryshme, por qëllimi ndoshta mund të jetë, se atë që mund mos e bën vetë mund ta bëjnë nëpërmjet SPAK-ut. Po sigurisht që tani nuk do jetë deri për masa që ndodhi në Venezuelë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një rojtar për të mbrojtur paqen dhe sigurinë, por dhe rendin dhe stabilitetin në shkallë botërore, përfshirë edhe vendet që i kanë aleat. Për post të tjerave, edhe në Kushtetutën e Shtetit të Bashkuara të Amerikës është përcaktuar se amerikanët janë të interesuar jo vetëm për respektimin e njerive dhe drejtave të njeriut, po flas brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe lumturinë e tyre dhe dëshirat, proklamimet, përcaktimet, orientimet nuk mbeten vetëm në kuadër të kufive të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë për synim edhe jo vetëm respektimin, po edhe garantimin dhe sjelljen e lumturisë së qytetarëve të shteteve të cilat ata i kanë edhe aleat. Dhe kjo do të shihet si çështje e bashkëpunimit dhe suportit për të pasur një rend juridik të konsoliduar, për të pasur dinjitet, liri, respektim të drejtave të njeriut dhe qytetarit, po pse jo edhe lumturinë e qytetarëve të shteteve të cilat janë aleate me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, për ta mbyllur me atë që ndodhi me Maduron, nëse një shqiptar ka emrin të hapur zyrtar politikan, një dosje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në hetim atje, duhet të shqetësohet këtu mas asaj që ndodhi? Sigurisht që shqetësimet duhet të jenë kudo që do të hapen çështjet që kanë për qëllim vënien e drejtësisë penale, qoftë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose në vendet të tjera. Pavarësisht se ku hapet hetimi, ai i cili ka kryer vepër penale gjithmonë do të jetë i shqetësuar. Zotin ju të falenderoj shumë për bisedën dhe për shpjegimin në këtë botë të pasigurt, me këtë vit që sapo ka nisur, por zhvillimet pritet jenë të vrullshme. Edhe uroj që po të na prek përsëmbari rajonin ton për të pasur prosperitet, ashtu sikur e thatë ju. Shpresojmë që gjithçka të jetë mbar dhe sigurisht që çdo iniciativë, çdo mbështetje, çdo suport që vjen nga aleatët tonë janë të mirësarë. Të falenderoj shumë. Faleminderit.